Се што треба да се направи за да се реализира правосудниот испит на албански јазик е Министерот за правда да го вклучи во програмата, која е предвидена со Законот за полагање на правосудниот испит, вели универзитетскиот професор Мерсим Максути. Според него, реализацијата на испитот на албански јазик е целосно возможна и од кадровски аспект, бидејќи, како што додава, албанците располагаат со професори по соодветните предмети кои го фаќаат правосудниот испит. Kjo do me thonë, pra ministri është kompetenca ti me organizon krejt procedurën e organizimit të dhënies së provimit të jurisprudencës, që siç thash, as pak nuk është fare pengesë ose deficit kuadri shqiptar, sepse të gjitha provimet përkatëse ne kemi profesorët të fakultetet juridike të universiteteve shqiptare. Вчера премиерот Мицковски изјави дека доколку некој побара испитот да го полага на албански јазик, тоа треба да му се дозволи, но професорот Максути смета дека ова прашање не треба да се решава по барање, туку автоматски. Парашјес се kjo çështje organizimi i provimit të dhënies së studentëve duhet të bëhet, domethënë, nga vetë institucioni, sipas detyrës zyrtare duhet të organizohet, jo me kërkesë të veçantë të studentëve. Pra edhe njerë, kjo është detyrë ligji për përdorimin e gjuhëve e obligon këtë institucion dhe gjitha institucionet tjera, zbatimin e gjuhës shqipe në situatat e tilla duhet ta zbatohen në bazë të detyrës zyrtare nga vetë institucioni, jo me kërkesë të studentëve. Максути ги критикуваше и поранешните министри кои, како што рече, иако имале законска основа, не успеале ова прашање да го спроведат во пракса. Kjo një vërejtje për ministrat tanë shqiptarë në të kaluarën, krejtësisht ka qenë kompetencë të tyre, nuk kanë arrit ta bëjnë në praktikë, ta zbatojnë gjuhën shqipe, një çështje shumë thjesht për të organizuar, pa mos pas pengesë juridike, sepse në vit fundet se ligji i jurisprudencës që është debati, nuk e ka lejuar as rregulloria e Ministrisë së Drejtësisë, por vetë fakti se ekziston ligji i gjuhës shqipe, domethënë ligji i përdorimit të gjuhës ka qenë bazë e mjaftueshme që И не само правосудниот испит, според Максути, треба да се решат и многу други испити кои треба да се полагаат на албански јазик. Тој наведе примери од здравството, каде што се издаваат лиценци за стоматолози, физиотерапевти и слично, но и од економијата, како лиценци за ревизори или директори, кои според него исто така треба да се уредат и да се полагаат на албански јазик.